Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet, projekcionet, pritshmëritë dhe atë që pritet të ndodh ditën e nesërme, pas mbarimit të këtyre zgjedhjeve. Të gjitha këto do të analizojmë me gazetarin dhe analistin zotin Frok Çupi. Zoti Çupi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe ju, faleminderit. Zoti Çupi, nesër, pra një ditë pas zgjedhjeve, do të kemi një rinusërim të Berishës apo do të prish shpinë nëse nuk arrin të fitojë? Asnjëherën as tjetrën. Nuk besoj të jetë as rinusërimi dhe as shkatërimi i Shqipërisë. Shiko, tani të dyja këto gjëra janë konsakruar, si më thënë, në realitetin shqiptar, është e pamundur të ndodhin. E para është e pamundur të ndodhë një kthim i Sali Berishës, i cili realisht nuk ekziston. Ne bëjmë sikur ekziston, por nuk ekziston. Nuk ekziston për arsye se është tejkaluar, gjithë Shqipëria ka tejkaluar atë fazë. Nuk është ai publik që kishte Sali Berisha atëherë, nuk është ajo Shqipëri që kishte Sali Berisha, nuk është ajo egërsi që kishte vendin atë kohë, dhe nuk është ajo gatishmëri për të hangër sapunin për djathtë, si thot populli, që Sali Berisha të perceptohet si demokraci ose si liri. Ka kaluar e tëra, ajo kohë ka qenë një ëndër tmerrsisht e keqe, na ka lënë shumë pasojat më të mëdha janë në deformimin e shoqërisë, e cila shumë ngadalë po e merr veten, domethënë një shoqëri e zhytur në korrupsion, një shoqëri me konflikte, realisht ka konflikte, një shoqëri që vazhdon të bazohet shpesh herë mbi fiset, mbi bajraqet, jo shikoni, Partia Demokratike është vetëm parti e Hasit dhe Tropojës akoma, domethënë akoma në Partinë Demokratike ka ngushtësi idesh, ka ngushtësi krahinash, ka konflikt krahinash, domethënë thjesht e mbështesin ata që e mbështesin Sali Berishën, e mbështesin pse është i yni, pse është i fisit tonë. Domethënë këto janë defekte, këto janë deformime që i ka lënë shoqërisë. Ndërkohë po manifestohen mjaft probleme tjera. Problemi më i madh që duket sikur nuk herë zhytet në ujë dhe herë del, është problemi se në Shqipëri, nën kryesimin e Sali Berishës, po krijohet një fluks antiperëndimor. Dhe kjo është rrezik shumë i madh i Shqipërisë, po sikur Sali Berisha të kishte një gjë në dorë, padyshim që të gjithë potencialin e Shqipërisë do ta kthente kundër perëndimit, dhe për cilën arsye, për arsyen se perëndimi e ka shpallur nën grata, se perëndimi nuk e pranon, se perëndimi ka një edukim tjetër, se perëndimi po pranon Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe inati më i madh i Sali Berishës është që Shqipëria të orientohet drejt Bashkimit Evropian. Jo vetëm i Saliut, është problemi i gjithë entourazhit të tij. Sa për pyetjen që bëhet se çfarë mund të ndodhë. Po deri ku shkon Turqia? Shiko, ai nuk është i pafuqishëm në kuptimin monetar, në kuptimin financiar, është mjaft i fuqishëm, por në faktet e fundit, të paktën 2 viteve të fundit, na kanë dëshmuar se është atë që ka dëshmuar historia gjithë jetën, se jo gjithçka bën paraja. Domethënë, Sali Berisha është i pasur për arsye të korrupsionit të tij madhor, të jashtëzakonshëm, por ka provuar të paguajë avokat në Francë, ka provuar të paguajë avokat në Britani, ka provuar të paguajë avokat në Amerikë, i biri dhe vetë. Dhe përfundimisht, ja ku jemi, në asgjë, domethënë